po nuk është deponu asnjë nënshkrim deri tani. Sipas informatave, delegatë të Lidhjes Demokratike të Kosovës po mbledhin nënshkrimet që të thirret një kuvend i LDK-s dhe për të kërkuar shkarkimi i kryetarit të saj, Lumir Abdigjiku. Kjo pas rezultatit zgjedhor të Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e fundit. Megjithatë, zyrtarisht nga Lidhja Demokratike e Kosovës nuk kanë konfirmuar lidhur me këto nënshkrime. Madje Kallxo.com gjatë ditës ka tentuar të kontaktoj edhe me Gazmend Muhaxherin dhe Imre Ahmetin, kryetarët e dy degëve të para që kanë kërkuar dorëheqjen e Abdigjikut, pra kryetarin e degës në Pejë dhe atij të Lipjanit, por të dy nuk ka qenë të qasshëm. Gjatë ditës në zyret e Lidhjes Demokratike të Kosovës ka ardhur presidentja e 6 e vendit, Vjosa Osmani, e cila ka qenë edhe borce e listës së LDK-s në zgjedhjet e fundit. Pasi që doli nga zyret e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Osmani ka thënë se nuk është deponuar asnjë nënshkrim, derisa më herët zëdhënësi i kësaj partie, Besiam Mustafa, nuk ka pranuar të komentojë lidhur me pretendimet se po mblidhen nënshkrime. Në bazë të informatave që i ka Kallxo.com, është duke tentuar që të mblidhen këto nënshkrime nga delegat, por megjithatë ka delegat prej kuvendit që janë 355 të cilët akoma nuk janë kontaktuar për të nënshkruar për me thirr kuvendit për shkarkimin eventual të Abdigjikut. Kujtojmë që Lidhja Demokratike e Kosovës ka dalë me mbi 16% në zgjedhjet e fundit dhe ka fituar 18 deputet. Zonja Osmani, çka bisedut në takim me zotin Abdigjikun? Nuk jemi taku veç me zotin Abdigjiku, kemi pas shumë takime tjera, kemi biseduar qysh me ecë përpara edhe ma fuqishëm. A keni biseduar për mbledhjen e nënshkrimeve me çast të përkohshme? Besoj që mundemi dërgu këto pyetje shumë specifike te zëdhënësi i LDK-s, po nuk është deponu asnjë nënshkrim deri tani. Nuk ka diçka të tillë. Më na tregu çka është ndodh me në LDK. A janë duke u mbledh nënshkrimet për si arsyetoni këta që po thonë nuk kam koment? Pse nuk ke koment?